Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipër ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Doni të jetoni 100 vjet dhe të keni zemër të fortë. Këto janë 10 ushqimet të cilat duhet t'i konsumoni. Tu ushqyerit është pjesë që luan një rol të rëndësishëm në shëndetin ton. Çdo ditë dëgjoni aq shumë sa që nuk e dini se çfarë duhet të besoni. Studiuesit nga Kolegji Amerikan i Kardiologjisë kryen disa studime me qëllim që të sqarojnë saktësisht se çfarë ushqimesh duhet ham gjatë për një zemër më të shëndetshme dhe për një jetëgjatësi më të madhe. Rezultatet treguan se këto janë ushqimet më të mira për të ofruar një mbrojtje më efektive për shëndetin e zemrës. Bajamet. Këto fruta të thata janë plotë për plot me yndyrna të pangopura, të cilat ndihmojnë në uljen e kolesterolit LDL. Plus është një burim shumë i mirë i vitaminës C antioksiduese, e cila mban sistemin tuaj imunitar më të shëndetshëm. Në dietën tuaj gjithashtu përveç bajameve duhet të shtoni edhe mollët. E dini shprehjen një mollë në ditë mban mjekun larg. Kjo është mjaftueshme për të kuptuar se sa të mira janë mollët. Përveç kësaj, ky frut i veçantë dhe lëkura e tyre përmbajnë fibra të tretshme të cilat pastrojnë muret e arterieve. Boronicat. Këto fruta të vogla blu kanë antioksidant të quajtur pstertoblein, të cilët mund të stimulojnë qelizat e mëlçisë dhe të shpërbojnë më mirë yndyrna dhe kolesteroli. Ato përmbajnë gjithashtu flavonoide të cilat ulin presionin e gjakut. Kafe. Këtu mund të lehtësoheni pasi është zbuluar se pirja e kafes mund të ndihmojë të jetoni më gjatë. Studiuesit zbuluan se pirja e kafes shoqërohet me një rrezik më të ulët të humbjes së jetës dhe më pak rrezik të problemeve të zemrës si hipertensioni ose aritmia. Por mbani mend, shumë sheqer dhe shtimi i kremit në kafe mund të zvogëlojë përfitimet e saj dhe mund të ndikojë negativisht në shëndetin tuaj. Peshku. Yndyrnat e peshkut, sidomos ato të sardeles, janë shumë të shëndetshme. Kjo sepse përmbajnë acide yndyrore omega 3, që studimet kanë treguar se ulin rrezikun e aritmisë. Shoqata Amerikane e Zemrës rekomandon që peshku të hahet të paktën 2 herë në javë. Omega 3 mund të merret edhe në suplementet e vajit të peshkut. Në dietën tuaj gjithashtu duhet të shtoni edhe tërshërën. Tërshëra është e pasur me fibra që ul kolesterolin. Tërshëra kryen rolin e një sfungjeri në aparatin tretës dhe thith kolesterolin, duke bërë që të mos kaloni në rrjedhjen e gjakut. Boronicat. Boronicat ulin me 32% rreziku në ataku në zemër sipas një studimi të fundit. Dhe kjo jo vetëm që mund të ofrojë shumë përfitime, por edhe përfshirja e lulesh të rrydhe dhe manaferave mund të jetë me rezultate pozitive në dobi të shëndetit tuaj, citojnë ekspertët. Përfshirja e produkteve të duhura ushqyese siç janë boronicat do të pasurojë në dietën tuaj me antioksidant mjaft të shëndetshëm, të cilët do të japin rezultate të kënaqshme edhe në mbrojtjen e shëndetit të zemrës. Çokolata e zezë është një tjetër produkt natyral ushqyes, i cili mund të japë rezultate të kënaqshme në mbrojtjen e shëndetit të zemrës dhe parandalimin e komplikacioneve. Përfshiheni konsumin e çokoladës së zezë brenda normës së lejuar, kështu do të japë përfitime më të mira për shëndetin tuaj kardiak. Në dietën tuaj, për të balancuar këto shqetësime dhe për të përmirësuar gjendjen tuaj, duhet të pasuroni gjithmonë me produkte sa më natyrale. Çokolata e zezë përmban flavonoide shumë të rëndësishme për të përmirësuar gjendjen tuaj dhe për të mbajtur larg komplikacionet. Sigurohuni që dietën tuaj ta pasuroni me produkte sa më natyrale, duke renditur këtu ato elementë siç janë edhe çokolata me përmbajtje 60 deri në 80% kakao, të cilat mund të japin rezultate të mira në shëndetin tuaj të zemrës. Limoni dhe portokalli gjithashtu mund të jenë aleat të dobishëm për shëndetin e zemrës, dhe shumë ekspertë të shëndetit e cilësojnë atë si një zgjidhje mjaft produktive në dobi të organizmit dhe në balancimin e problemeve tuaja trupore. Nëse doni të përmirësoni shëndetin e zemrës, atëherë në dietën tuaj nuk duhet të mungojë limoni dhe portokalli. Fermat, të cilët e përdorin edhe në konsum të përditshëm në gjellët e tyre, limonin patën gjithashtu një përmirësim më të mirë të rritjes adekuate të sistemit kardiovaskular dhe mbajtjen e komplikacioneve, sidomos edhe në rritjen e imunitetit. Në dietën tuaj gjithashtu mund të shtoni edhe patatet.
Ato janë një zgjidhje produktive shumë e rëndësishme për organizmin, të cilat do t'i japin edhe një përmirësim të mbrojtjes së shëndetit dhe uljes së komplikacioneve. Në dietën tuaj gjithashtu nuk duhet të mungojnë as patatet. Nëse nuk janë të skuqura, patatet janë shumë të mira për shëndetin e zemrës. Janë të pasura me potas, që ul edhe tensionin e gjakut, kanë edhe fibra të cilat mbajnë larg edhe komplikacionet, dhe ekspertët i cilësojnë ato si një nga zgjidhjet më të dobishme ushqimore. Një tjetër produkt shumë i vlefshëm për mbrojtjen e shëndetit është edhe domatja. Ashtu si patatet, edhe domatet janë të pasura me potasium, që i bën ato shumë të mira për shëndetin e zemrës. Gjithashtu domatet kanë edhe likopen dhe karotenoide, të cilat heqin kolesterolin e keq. Duke qenë se kanë pak kalori dhe pak sheqer, janë një ushqim i veçantë veçanërisht për shëndetin e zemrës. Vaji i ullirit ekstra i virgjër gjithashtu mund të jetë një aleat i çmuar i shëndetit tuaj kardiak dhe mund të japë rezultate të kënaqshme ushqyese në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Sigurohuni që vajin e ullirit ta keni ekstra të virgjër në dietën tuaj, duke ditur kështu rëndësinë e madhe ushqyese që do t'i japë në balancimin e komplikacioneve të shëndetit të zemrës dhe rritjen e përfitimeve të shëndetit kardiovaskular. Gjithashtu është e rëndësishme që her pas here të shtoni edhe tërshërën në gatesat tuaja, që do t'i japë rezultate mjaft efektive në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Studimet thonë se çdo racion drithi i plot në dietën tuaj do të kufizojë rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare me 9%. Nëse doni të përmirësoni dietën tuaj, duhet të shtoni sa më shumë produkte natyrale, të cilat do të balancojnë problemin dhe do të sjellin rezultate të kënaqshme në shëndetin tuaj të zemrës. Në dietën tuaj gjithashtu mund të shtoni pa frikë edhe mollët. Mollët, sidomos lëkura e tyre, është e pasur me antioksidantë të cilët mbrojnë shëndetin e zemrës dhe ofrojnë përfitime mbreslënse për shëndetin tuaj kardiovaskular. Përfshihini këto produkte sa më shpesh në dietën tuaj për të pasur rezultate më të mira mbrojtëse për shëndetin e zemrës. Sardelet. Sardelet janë një zgjidhje ideale jo vetëm sepse përmbajnë element ushqyes, por tek to do të gjeni omega 3. Sardelet kushtojnë lirë dhe mund të jenë tepër të shëndetshme për shëndetin tuaj kardiovaskular. Gjithashtu është e rëndësishme që nëse vini re komplikacione të mundshme shëndetësore në trupin tuaj, adresoheni tek mjeku për të parandaluar kështu çdo problem të mundshëm kardiak. Në dietën tuaj për një shëndet më të mirë të zemrës nuk duhet të mungojnë as arrorët. Arrorët janë burime të shkëlqyera të acideve yndyrore, të pangopura, fibrave, proteinës, mineraleve, antioksidantëve në veçanti. Ato përmbajnë acide yndyrore omega 3 të cilat luftojnë inflamacionin dhe mbajnë larg komplikacionet. Përfshini sa më shumë arror në dietën tuaj. Nëse njeriu konsumon të paktën 28 gram me arra në ditë, do të marrë përfitime mbreslënse në shëndetin kardiak, do të mbajë larg komplikacione dhe gjithashtu do të ofrojë një mbrojtje më të mirë për shëndetin e zemrës. Sigurohuni të pasuroni dietën tuaj me produkte sa më natyrale, të cilat do të sjellin rezultate të shkëlqyera edhe në jetëgjatësi. Thjerrzat janë një tjetër produkt i rëndësishëm për të bërë pjesë e dietave tuaja, duke rritur kështu përfitimet ushqyese. Thjerrzat, fasulet, qiqrat janë të mirënjohura edhe fal elementëve ushqyes që kanë për shëndetin e zemrës. Ato do të japin rezultate të shkëlqyera në mbrojtjen e shëndetit kardiak dhe do të përmirësojnë performancën e tij. Në dietën tuaj gjithashtu nuk duhet të mungojnë as boronicat, pasi do të përmbajnë element mjaft të mirë për shëndetin tuaj dhe do të mbajnë larg shqetësimet kardiake. Sigurohuni të pasuroni dietën tuaj me sa më shumë produkte natyrale, citojnë ekspertët. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojë, të mos zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.